إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë, vetëm të Ai mbështetemi dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë pas tij. Si dhe salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbimbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, sot do të flasim për një gjë të shëmtuar, për një veprim të gabuar, për një ndalesë të madhe, për një haram e që ndoshta në syrin e njerëzve nuk është e tillë, por tek Allahu është një mëkat shumë i madh. Ndoshta shumë njerëz nuk e llogarisin si mëkat, por shumë ndikon për të keqe tek Allahu, sepse është edhe veprim i vet iblisit. Fjalën e kemi për nxitjen e përçarjes mes bashkëshortëve. Iblisi i mallkuar këtë veprim e vepron. Na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që iblisi, koka e shejtanëve, e vendos fronin e tij mbi ujë dhe dërgon punëtorët e tij, shejtanët tjerë, shkoni dhe shkatroni nëpër tokë. Vjen njëri prej tyre, thot, e kam vepruar këtë edhe këtë, thot, asgjë s'ke vepruar. Vjen tjetri, thot, e kam shti filanin me bë këtë edhe këtë mëkat, asgjë nuk ke bërë. Derisa vjen tjetri dhe i thot, unë thot, kam shku mas filanit dhe nuk jam nda për ti derisa e kam shkurrizuar gruan e tij për atë. Edhe shejtani, iblisi pra, e afron këtë shejtan dhe i jep post dhe i mshon shpinës së atij dhe e përqafon, thot, ti je ai i cili ke bërë punë. E për fat të keq, vëllezër të dashur, iblisi ka bashkëpunëtor në për tokë, ka argat në për tokë për njerëzve, gjë që ai i nxit të tjerët dhe ai bën vezvese tek njeriu, por ka dhe argat të tjerë të cilët ndihmojnë dhe ndikojnë që të shtohet kjo e keqe, të ndahen familjet, të ndahen fiset, sepse këtë e don iblisi. Kjo e kënaq iblisin, aty ku ka ndarje, aty ku ka përçarje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, nuk është prej neve ai i cili e nxit bashkëshortën e dikujt, pra e revolton bashkëshortën e dikujt ndaj burrit të saj. Dhe po ashtu, në vazhdim thot, ose e revolton robin kundër zotriut të tij, pra e revolton punëtorin kundër shefit të tij, kundër përgjegjësit të tij. Vëllezër të dashur besimtar, kur është mëkat që dikush të shkoj dhe ta kërkoj vajzën e dikujt duke i ditë që dikush para tij e ka kërkuar dhe është duke pritur përgjigje, apo dikush kur është në pazar ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që
tjetri të futet në pazar përderisa nuk është të kryer ai pazar, por nuk është të shkëputur. Dhe kjo është mëkat i madh, e çka ja merr mendja kur dikush ndërhyn dhe e prish një martesë, e prish një kurrizim, e prish një jetë bashkëshortore. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri nuk është prej nesh. Nuk e konsideron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë njeri prej mesit të besimtarëve. Vëllezër të nderuar, haramet janë të lloj-llojshme. Edhe siç tham, ky veprim futet në haram, në ndalesë. Njeriu ndërmjetëson mes bashkëshortëve me qëllim të përmirësimit të raporteve të tyre. E nëse dikush ndërmjetëson për ta prishur atë raport bashkëshortor, atëherë është prej mëkatarëve të mëdhej tek Allahu subhanahu wa taala. Por edhe ky dënim, ky ndëshkim është i përshpejtuar këtu në dynja për atë person i cili prish një lidhje bashkëshortore. Dëgjoni një rast. Ishte njëri prej njerëzve adhurimtar dhe dietar, Ebu Muslim el-Khawalani. Kishte raporte të mira me gruan e tij. Hynte në shtëpi, që në porta e oborrit jipte selam, ja kthente gruaja selamin. Kur afronte në shtëpi për me hy në shtëpinë e dhomë, thoshte Allahu Akbar, edhe gruaja kthente Allahu Akbar, me dhikr, me përmendje të Allahut Azza wa Jall. U ulte, ja ndezte fenerin, ja afronte bukën, ushqimin, edhe kishte një jetë të lumtur. Dhe një ditë vjen një shtëpi, jep selam, gruaja nuk ja kthen selamin. Thot Allahu Akbar, gruaja nuk i përgjigjet. Hyn në dhomë, fenerin nuk ja ndez dhe nuk ja afron ushqimin. Dhe e pyet, çka ndodhi? Thot, pse ti nuk po kërkon prej emirit të asaj kohe? Pse nuk po kërkon një shërbëtor për neve, me na shërby? Edhe pse nuk po kërkon diçka pag për ne? Ti je i njohur. Por e kishte vizituar atë grua, një grua tjetër. Dhe ajo e kishte futur këto vezvese, sepse s'pi e folin shti burit tënd. Te ke miri me shku, a i dihet se kush është, a i ka hatër, edhe në të kërkon një shërbëtore për ty, edhe në të kërkon pag për juve, që ta keni një jetë më të mirë. Edhe Ebu Muslim el-Khawalani, kur e pa këtë gjendjen e familjen e tij, tha, o Zot, e ngritë duar tek Allahu subhanahu wa taala, që është bërë një padrejtësi, një zullum, dhe ka thënë, o Zot, verbëroje atë që më ka prishur gruan time. Një grua, ajo grua e cila kishte vizituar, ishte mbrëmje duke qëndruar pranë familjes së saj. Dhe me një moment i thot atyre, kush e ndali fenerin? Jo, i thënë familjarët, feneri nuk është ndal. Por thë u pas kam verbru. Dhe më pas ka kalu një kohë, ajo duke lutur Ebu Muslim el-Khawalanin, të lutë Allahun Azza wa Jall që të ma kthej shikimin. Lutë Allahun që të ma kthej shikimin. Edhe Ebu Muslim el-Khawalani përsëri ka lutë Allahun subhanahu wa taala që ta shëroj atë gru dhe ju është kthyer shikimi. Andaj o vëllezër, mëkati i njerëzve fitnexhi, mëkati i atyre shtisave, është i përshpejtuar këtu në dynja, ku Allahu subhanahu wa taala atë të keqe va kthen tek familja e tyre. Andaj vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejtjen nga kjo gjë e keqe. Kjo çështje vëllezër të dashur nuk ka të bëjë vetëm se ata të cilët ndërhyjnë për ta prishur gruan e dikujt. Kjo ka të bëjë në përgjithësi, edhe ai i cili ndërhyn për me prish babën me djalin
me babën, nusën me vjerën e kështu me radhë, apo ndërhyn për të prishur dy artak, apo ndërhyn për të prishur një familje, vëllezërit në mes vete, e kështu me radhë, apo ndërhyn për të prishur pra një biznes të dikujt. Vëllezër të dashur besimtar, ai njeri i cili futet në mesin e bashkëshortëve, ku ndoshta me hile të mbrëmshme, nga xhelozia don me prish, apo nga njetet të këqija në brendi, që mundon ndoshta dikujt t'ja prish jetën, dikujt t'ja prish pra jetën gjatë fejesës, dhe mundohet që ndoshta mu afru edhe me nda, edhe me fut përçarje në familje për interesat e tij. Ose ai me e marr atë grua, ose ai me e prish nga xhelozia, ose ai duke kinse po mundohet që me i bashku, në fakt fut fitne dhe fesade në mënyrë indirekte, vetëm se vetëm që ky çift bashkëtorë të ndahet. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe të na i falë mëkatet, dhe të na bashkoj zemrat tona, dhe të i përmirësoj jetët tona. Amin e amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salat e selam e qofshin pejgamberit ton Muhammedin alaihi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, sot metodat e nxitjes së përçarjes në jetën bashkëtorë janë të ndryshme dhe dallojnë nga kohët e vjetra. Nëse në kohët e vjetra ka ndodhur pra me një bisedim verbal drejt për drejt, sot kjo bëhet edhe përmes mjeteve të informimit, përmes internetit, përmes Facebookut, përmes WhatsAppit, e përmes mjeteve tjera ku njeriu e ka mundësin të bisedoj, e ka mundësin të postoj, e ka mundësin të përhap gjëra të pavërteta, vetëm se vetëm ta prish një familje. Nuk është e udhës që dikush të postoj se ku shkojnë dhe çka shkojnë. Se kjo po përhap pastaj urrejtje, po përhap edhe mos pajtime mes çiftit bashkëtor. Postojnë në për restorante ku shkojnë, postojnë në për shëtitje, postojnë në për udhëtime, postojnë veshje të shumta, postojnë stoli që kanë ble. E këto gjëra nuk janë prej Islamit. Islami, feja na ka mësuar neve që mirësi që i kemi të jemi falenderues dhe Allahu subhanahu wa taala, e mos të mburremi para tjerëve. Sepse edhe syri i keq ndikon edhe më pas, edhe ai person që e ka pas një të mirë ka mundësi ta humbas. Pas arsye, mirësitë e Allahut Azza wa Jall janë për të falendëruar Allahu subhanahu wa taala, e jo për të mburur para tjerëve. E sot kjo shumë po ndikon në për familje. Ndoshta edhe ai çift bashkëtor që kanë postuar, ajo grua që ka postuar ato postime, ndoshta edhe nuk kanë jetë të lumtur. Ashtu që shparaqiten para tjerëve, por nga inati, nga mlefi, ja prakin se ne jemi duke kaluar shumë mirë. Dhe kjo po ndikon tek një çift tjetër, ku ai çift nuk po din gjendjen e tyre reale se çka është, por fillon edhe kjo grua tjetër mu revoltu kundër burrit të saj dhe me kërku kërkesa të ndryshme, ja pra ata shkun, ti mua kur nuk më nxerë, ti ashtu, ti kështu, edhe fillon grindjet në për familje. Dhe kush e merr mëkatin? E merr mëkatin ajo apo ai që ka postuar në për rrjetet sociale se ku dhe çka kanë qenë. Andaj, kjo është një prej formave bashkohore të nxitjes së përçarjes mes një çifti bashkëtor. Dhe çdo kush që nxit gjëra të tilla,
përmes feminizmit, që mundohen të revoltojnë dhe të gratë të jenë kryeneqe dhe kryengritëse kundër bashkëshortëve të tyre, duke kërkuar kinse të drejtat e tyre, duke kërkuar kinse lirit, e që po mendojnë se po i cenohet liria e tyre, në fakt janë duke deshur që të dalin domethënë dhe mos të kenë asnjë respekt ndaj burrave të tyre. Kjo është një lëvizje e rrezikshme, një lëvizje që i shtyn edhe fëmijët e vegjël të revoltohen dhe të bëhen kryengritës kundër prindërve të tyre. Dhe me demek kinse janë duke u munduar që t'i mbrojnë lirit e fëmijëve. Dhe këto janë pra prej ndalesave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që futen në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që janë të përhapura në kohën bashkëkohore. Elusim Allahun azza wa jall na i fal mëkatet. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë me udhëzim të drejtë, që të keqen ta shohim të keqe dhe të largohemi prej saj, dhe të mirën ta shohim të mirë dhe ta ndjekim atë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. Elusim Allahun azza wa jall të na ruaj familjet tanë nga çdo gjë që i rrezikohet. Elusim Allahun subhanahu wa taala të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurit tanë, të mëshirojë të vdekurit tanë. Elusim Allahun azza wa jall të na ruaj neve dhe të na ruaj familjet tona dhe familjet tanë. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.